në drejtim të portës së kundërshtarit të mbrojtur nga Mustafa, ndërkohë që Besa ndryshe nga ndeshjet e tjera taktike në bazë të mungesës së shumë lojtarëve dhe përpasoj Belisha, Lila, Leci dhe Krasniqi kanë qenë të vendosur në vijën mbrojtëse të skuadrës Kavajse duke bërë dhe alternimin në këtë repart. Ndërkohë që Progri, Veliaj, Abdullah dhe Mihani kanë qenë organizatorët e fushës së lojës në mes fushë duke krijuar kështu gjithçka për vijën sulmuese e cila ishte shaqiri dhe fortunat. Loja e skuadrës së Besës në pjesën e parë kishte nerv, kishte ngarkesë dhe kishte emocion dhe kjo erdhi si rezultate dhe impenjimet e lojtarëve në fushën e lojës, ndërkohë që nga ana e tij kundërshtari nëpërmjet portierit Mustafa, Kalarit, Hoxhës, Brajës dhe Rustamit u mundua të balansonte lojën, por nuk kishte fuqinë e duhur. Ndërkohë që tek skuadra Kavajse në pjesën e dytë u vure një ritëm i ulët i veprimeve në fushë dhe kjo ndoshta edhe nga ngarkesa e madhe e ndeshjeve në 3 ditët e saj, ku skuadra Kavajse ka përballur ndeshjet në kupë, por njëkohësisht edhe ndeshjet e cila është përshëndetur nga tifozëria Kavajse. Megjithëse do të kishte mundësi në pjesën e dytë në përfundim të shonte shifrat e rezultatit në 2-0, por siç duket ka qenë i pafatë në goditjen e topit përballë portës së Mustafës. Gjithsesi ishte një fitore e cila ishte me vlerat e 3 pikëve dhe duke i sigluar kështu vendin e tretë në tabelën e klasifikimit të skuadrës Kavajse. Në mesjavë skuadra Kavajse do të zhvillojë ndeshjen e kthimit për 1/8 e Kupës së Shqipërisë, ku do të vihet përballë skuadrës së Shkodrane në stadiumin Loro Boriçi të këtij qyteti për të diskutuar ecurimin e mëtejshëm të këtij eventi futbollistik.